Energjia kinetike. Çdo trup që lëviz ka energji kinetike ose energji të lëvizjes. Energjinë kinetike simbolikisht e shenojmë me E indeks apo tregues K. Dhe trupat të cilët lëvizin kemi thënë se kryejnë punë, ndërkaq trupi kryen punë në qoftë se ka energji kinetike apo energji të lëvizjes, që do të thotë se puna mekanike është e barabartë me energjinë kinetike. Kemi thënë se puna mekanike njësinë e vet ndërkombëtare ka gjaulin apo gjulin, kështu që edhe energjia kinetike njësinë e vet ndërkombëtare e ka gjaul. Do të marrim një shembull për të treguar lëvizjen e një trupi. Le të supozojmë se këtu kemi një sferë e cila ka një masë të vetën, të cilën do ta shkruajmë me M, dhe do të supozojmë se atë kemi afruar te një sustë, të cilën e kemi ndrydhur më parë dhe pastaj e kemi lidhur me një peh. Susta e ndrydhur do të qëndrojë në këtë pozitë derisa ne do të marrim një shkreps me anën e së cilës do ta djegim perin, me që rast ai do të kputet. Në rastin e kputjes së perit, forca ndrydhëse e sustës do të veprojë që ajo të zgjatet dhe në atë rast një forcë e sustës e cila vepron mbi sferën me masë M do ta zhvendosë atë në një pozitë tjetër në të cilën po japëm në pjesën e dytë të kësaj figure. Me rastin e veprimit të forcës mbi një trup me masë M, trupi ka lëviz me që rast themi se ka fitu një nxitim të cilin e kemi shënuar me A. Në qoftë se kthehemi te formula e ligjit të dytë të Newtonit, ku kemi thënë se forca paraqet prodhimin e masës dhe nxitimit, këtë formulë pasi ta vërtetojmë, njësia e saj është Newton, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, here njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër për sekond katror, kilogram herë metër për sekond në katror është Newton. Po ashtu kemi thënë se trupi kur kryen punë, puna e tij është e barabartë me prodhimin e forcës dhe rrugës. Që kjo formulë kur të vërtetohet, njësia do të jetë gjaul. Njësia ndërkombëtare e forcës është Newtoni, here njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, Newton herë metër është gjaul. Po në qoftë se trupi ka lëviz dhe ai ka kalu një rrugë dhe lëvizja e tij le të supozojmë se është pa shpejtësi fillestare dhe është një lëvizje e ndryshueshme, atëherë formula për lëvizje të ndryshueshme pa shpejtësi fillestare është 1/2 A herë T në katror. Këtë formulë kur ta vërtetojmë, njësia duhet të jetë metër. 1/2 nuk ka njësi, nxitimi i trupit ka njësi metër për sekond në katror, here njësia e kohës është sekond, po me qenë se koha në katror, atëherë edhe njësia e atij sekundi është në katror. Sekond katror me sekond katror thjeshtohen dhe mbetet metër. Gjithashtu kemi thënë se shpejtësia e trupit te lëvizjet që shprehet nxitimi dhe koha është e barabartë me prodhimin e nxitimit dhe kohës. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, prandaj kur të shumëzohet njësia e nxitimit me njësinë e kohës, njësia do të delë e shpejtësisë, në këtë rast metër për sekond. Njësia e nxitimit është metër për sekond në katror, here njësia ndërkombëtare e kohës është sekond, tani sekundi me katrorin thjeshtohet dhe mbetet njësia metër për sekond. Këto formula do t'i kthejmë te formula e punës mekanike që thamë
është e barabartë me energjinë kinetike, me që rast do të fitojmë formulën e energjisë kinetike, e cila është 1/2 më herë v në katror. Si arrim deri te kjo formulë, do të sqarojmë në pjesën e dytë. Tani do të sqarojmë se si arrim deri te formula e energjisë kinetike, ku sqaruam se forca paraqet prodhimin e masës dhe nxittimit sipas ligjit të dytë të Newtonit, puna mekanike paraqet prodhimin e forcës dhe rrugës, rruga të lëvizje të ndryshueshme pa shpejtësi fillestare dhe shpejtësia e barabartë me prodhimin e nxittimit dhe kohës. Le të jenë këto formula të shkruara me numrin 1, 2, 3, 4. Do të arrim deri te formula e energjisë kinetike që është 1/2 më herë v në katror. Po si do të arrim? Me zëvendësimin e këtyre formulave, ku thamë se puna mekanike është e barabartë me energjinë kinetike. Prandaj do të shkruajmë energjia kinetike e barabartë me, në vend të punës do të shkruajmë forca herë rruga, forca herë rruga. Barazi, në vend të forcës mund të shkruajmë formulën e parë v barabartë me herë a. Pra në vend të forcës shkruajmë m herë a. Herë, në vend të rrugës shkruajmë formulën 1/2 a herë t në katror. Tani këtë formullë do ta rregullojmë pak matematikisht, ku energjia kinetike, themi, është e barabartë. Ky 1/2 do ta qesim në fillim, 1/2, do të shkruajmë m masën, herë a herë a është a në katror, herë t në katror. Do të rregullojmë edhe pak këtë formullë. Energjia kinetike e barabartë me 1/2 më herë a në katror herë t në katror, mund të nxjerrëm a herë t krejt në katror. Në formulën e 4, pam se a herë t është e barabartë me v. Prandaj, në vend të prodhimit të nxittimit dhe kohës, do të shkruajmë shpejtësinë. Kështu që formula EK për energjinë kinetike do të jetë 1/2 herë m herë në vend a herë t, tha mund të shkruajmë v dhe në katror. Ja, kjo është formula e energjisë kinetike që thamë se duhet të del 1/2 m herë v në katror, ku edhe arritëm deri te kjo formulë. Njësia ndërkombëtare për këtë formulë thamë se është gjauli apo gjuli, kështu që kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia do të del gjaul. 1/2 herë m herë v në katror. Do të vërtetojmë, barazim mllapa, 1/2 nuk ka njësi, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, herë njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, por me qenë se shpejtësia është në katror, atëherë krejt njësia metër për sekond është në katror. Tani do të lirohemi nga katrori dhe do të shkruajmë kilogram herë metër thy për sekond. Tani mund të shkruajmë herë metër thy për sekond, por mund të shkruajmë herë metër, ndërkaq sekond herë sekond mund të shkruajmë sekond në katror. Baraze, kilogram herë metër për sekond katror është newton, herë metër, newton herë metër është gjaul. Dhe vërtetuam se njësia ndërkombëtare për energji kinetike qenë ka gjauli, që në realitet edhe në fillim thamë se energjia kinetike, sikur energjia potenciale, energjia mekanike dhe të gjitha llojet e energjisë njësinë e kanë gjaul.